Nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Papa Kristo Negovani në Ersek zhvilluan një aktivitet kushtuar poetit kolonjar Hasan Zyko Kamberi në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Ersekës. Ky aktivitet ishte një homazh për jetën dhe krijimtarinë e një prej figurave më të shquara të letërsisë shqiptare, ndërsa në qendër të tij qëndruan interpretime artistike nga nxënësit, analiza të vargjeve dhe një dokumentar përgatitur nga Qendra Kulturore që solli në ekran jetën dhe veprën e poetit. Mendoj që aktivitetet e cila janë të domosdoshme, mirë është të organizohen her pas here, jo në një periudhë kaq kështu të vetëm për muajin e letërsisë. Mendoj që nëse shtrihen në kohë, edhe nxënësit mësojnë më shumë, edhe diçka përfitojnë dhe qytetarët. Të kujtojmë këtë autor do të thotë të forcojmë rënjët tona kulturore, të respektojmë traditën e fjalës, mendimin dhe shpirtin shoqëror. Me shumë përkushtim dhe ndjeshmëri, nxënësit interpretuan vargje të njohura të Kamberit, duke sjellë mesazhet e tij të mprehta për drejtësi, moral dhe dashuri për popullin. Përmes analizave të bëra, ata treguan jo vetëm njohuri të mira letrare, por edhe një kuptim të thellë për vlerat që përcjell poeti. Veprimtaria përmbylli ciklin e aktiviteteve letrare që shkolla Papa Kristo Negovani ka zhvilluar gjatë muajve tetor dhe nëntor, duke treguar se dashuria për letërsinë dhe artin vazhdon të frymëzojë brezin e ri të kolonjës në nder të figurave të shquara të kulturës son kombëtare.